Zbulimi i frikshëm për këngëtarin e njohur me famë botërore, u abuzua si fëmijë por besonte se ishte një lojë. Producenti fitues i çmimit Emmy, Jeffrey Mark, ka folur për Michael Jackson dhe fëmijërinë e tij, duke ngritur akuza të rënda në një intervistë për New York Post. Ai ka pretenduar se këngëtari i njohur ka qenë viktimë e abuzimit seksual kur ishte fëmijë dhe se këtë përvojë e ka perceptuar si diçka normale sipas tij. Mark thot se kjo mund të ketë ndikuar edhe në marrëdhëniet e diskutueshme që Jackson ka pasur më vonë me fëmijë. Sipas tij vetë Michael Jackson nuk e shihte veten si një person që kryente abuzim. Michael Jackson nuk ka qenë prej vitesh në qendër të polemikave për akuzat të ngjashme të cilat ai ka mohuar gjatë gjithë jetës së tij. Në vitin 2005 ai u shpalli pafajshëm nga gjykata. Çështja u rikthye në vëmendje edhe pas dokumentimit Living Neverland në vitin 2019, si dhe më herët të vit për shkak të interesit për filmin biografik Michael, i cili trajton jetën e tij para se të shpërtheni skandalet.